Kryetari i Bashkisë Pogradeci Ilir Xhakolli ka inspektuar përfundimin e 2 investimeve në Çorav. Bëhet fjalë për asfaltimin e rrugës kryesore dhe rehabilitimin e përrojit të këtij fshati. Xhakolli tha se ky përrua ka qenë edhe një nga njollat e kuqe të evidentuara nga UNESCO, prandaj edhe ndërhyrja ishte më se e nevojshme. Sot përroji ka një pamje të re duke u kthyer në një shëtitore, ndërsa për të ruajtur pastërtinë e tij është kërkuar nga banorët që të mos hedhin plehra. Dhe komuniteti ka qenë shumë mbështetës. Jo vetëm në ndihmesën për na i lehtësuar punën, po edhe në kontributin, domethënë e pastërtisë, në kontributin e kësaj, ja lumi, kjo segment lumi që u bë bashkë me shëtitoren, që ishte kontributi i gjithëve neve. Nga momenti që është bërë lumi e tërë, nuk ka asnjë mbeturi në lumë siç i veshën përpara. Kështu që do të thotë kur bashkohen në treja palët, domethënë bashkia, komuniteti, biznesi, bën gjëra të mira. Kryebashkiaku Ilir Xhakolli tha se krahas kanalizimeve të ujrave të zeza që është duke përfunduar projektimi për të gjithë njësinë, do të vijojë puna me investimin në pallatet e Qershizës, si dhe asfaltimin e rrugës deri në fshatin Lumas. Do pastrojmë edhe lumin pjesën tjetër, ndërkohë që ka filluar projekti për ujrat e zeza për të gjithë njësinë tuaj. Nga Stropska, Leshnica, e gjithë njësia e Çoravës është duke u bërë projekti, mbetet vetëm Lumasi. Rrugën e shtruan, do vazhdojmë deri në Lumas me të gjetur mundësinë e financimit, do vazhdojmë ta lidhim edhe atë me rrugën e Alarupit. Kemi premtuar edhe këtë lagjen e Qershizës. Jemi në përpjekje për të bërë ato gjitha pallatet për t'i bërë me kapot. Aktualisht në Çorav po shkon drejt përfundimit edhe rrjeti furnizimit me ujë 24 orë të gjitha fshatrave, si dhe ka përfunduar vendosja e ndriçimit LED në çdo fshat.